është për burra, atu nuk shkruan që është punë veç për burra. Ajo është punë për ai njeri që e bën me zemër. Edhe do me punu. A e ke mendu ndonjëherë që do të punosh në ndërtimtari, me punu pllaka, laminasit kena pa edhe në TikTok, do të thonë gjitha punë ndërtimtari i e gatshme me punuar, që ndoshta është problem edhe për një moshkull me punu një punë tillë, po gjithmonë kur je siç thonë shqipnisë burnesh, një femën shumë e fortë që atë gjithçka. Qore, me menu nuk e ku menu asnjëherë, që drejtim që punoj ju asnjëherë. Po vullneti dhe dëshira po ndryshojshin me kohë. A ka qenë kjo fat në fatkeqësi? Shumë fat, edhe muj me thonë, jo veç se është flamuri edhe që punoj me ta, po është pa morë parasysh, unë e kum pos me punu. Edhe pse mos me punu një punë që është punë shumë e mirë, edhe nëse është punë, unë nuk e di se caktoj, të shqiptarët jo është punë e vështirë, jo është për burra. Atu nuk shkruan që është punë veç për burra. Ajo është punë për ai njeri që e bën me zemër. Edhe do me punu. Unë ditën e parë kur kum shku me ndihmu, beso qaq e kum marrë për zemër punën, saqë kum thonë, nuk e dia ka qenë fat këtë që kum marrë dhe pe vazhdoj, a çka, veç ka vazhdu për ditës parë dhe të ne më ka pëlqyer shumë.